Një val breshëri ka shkatëruar prodhimet dhe të mbjellat për 3500 banorët e fshatrit Shushic në komunën Pomeknitin Emër. Kjo zonë është goditur nga një val e madhe breshëri në orën 17:14 dhe dëmi ka qenë jashtëzakonshëm. Pak minuta kanë shkatëruar 90% e prodhimit për 300 hektar tokë të këtyre banorëve. Dëmet kanë qenë të jashtëzakonshme dhe kokrat e breshërit janë ende dëshmia e asaj çfarë ka ndodhur një natë më parë në Shushic. Banorët thonë se ky breshër nuk ishte rastisur më parë dhe kërkojnë ndihmë për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga breshëri, pasi nga kjo goditje ata kanë humbur gjithçka. Ai për sa më mënon për 60 vjetës s'ka ndodhur asgjë ato. Tu është me gror, misër, qenë mbjellur, domate, speca, rushi, dushje diellore, ka falmentuar çdo gjë. Dhe u lutem shumë që na ndihmoni me këtë rast, sa është bë çudi e madhe. Këtu në fshatin Shushic, komuna rreth Shushic është bë katastrofë jashtëmase. Me dushe, si shikoni vetë që janë thyrë, me rushe, me gjitha, me speca, me domate, shtëpia, qegllat janë thyme. I lutemi qeverisë që të marrë vendim sa më shpejt në parlament. Të miratohet çdo gjë, se këtu ka marrë çdo gjë fund. Me pjeshk, me dardha, me rush, me grura, me misra, me shtëpia, me bakti, janë thy komplet. Sot e 50 vjet nuk ka bë vaki si ky ekstrem kështu. Për ne ju lutem qeverisë sa më shpejt marrë masat për katastrofën që është bërë në Shushic. Me rush, me fish, ora s'ka ngel asnjë gjë. Kryetari i komunës Lutfi Lala u ka bërë apel shtetit që të ndërhyjë për të ndihmuar banorët e goditur nga natyra. Atëherë dje pas ditën në orën 5 në fshatin Shushic të komunës Shushic, si rezultat një stuhie të paparë në herë gjatë këtyre 5-60 viteve, është bërë një dam jashtëzakonisht për gjithë fermerët e këtij fshati. Sigur mos mjaftonte kjo krizë ekonomike dhe kjo vështirësi që kanë banorët në përgjithësi, ky dam llogaritet 2 miliard lekë. Janë dëmtuar 300 hektar fruta, perime, pemtore, gjithë prodhimi që është një investim gjatë gjithë këtij viti dhe unë e them me plot bindjen që 90% këtyre banorëve nuk kanë për të marrur asnjë lloj prodhimi nga ky moment. Krahas kësaj, ne mund të kemi edhe 30% familjeve që janë dëmtuar nga qatit, të cilat kanë qenë mënulesa tegulla vendi, siç e thomi neve, pa llogaritur dushe diellore, rrugë, prera, vija vadice e qindra të tjera. Unë do të thoj që kjo është një situatë që ose do të vinë ta verifikojnë urgjentisht, sepse ne kemi njoftuar dhe prefektin dhe kemi çuar mesazh edhe kryeministrit, që ose do verifikohet, ky fshat mund të shpallet në gjendje të jashtëzakonshme nga momenti në moment. Nga llogaritjet e para të ekspertëve të komunës Shushic, mësohet se janë dëmtuar tërësisht 100 hektar grur, 100 hektar foragjer, 60 hektar pemtore dhe vreshta, si dhe 40 hektar perime. Pasojat e breshërit kanë prekur edhe 30 shtëpi, duke dëmtuar çatit dhe madje panele diellore. Breshëri nuk ka kursyer edhe shpendët. Sipas specialistëve, dëmi ka qenë tepër i madh për zonën dhe llogaritet deri në $2 milion.